institucionet publike të arsimit të lartë, specifikisht Universiteti i Prishtinës, ka bërë një përparim të jashtëzakonshëm në vitet e fundit sa i përket publikimit shkencor, pra prodhimit shkencor në këtë institucion, rrjedhimisht edhe justifikimit të titujve akademik. Prej vitit 1988, kur është evidentu publikimi i parë shkencor në Universitetin e Prishtinës, deri në vitin 2017 kanë qenë 1310 punime të identifikume në UP, ndërsa prej vitit 2017 deri në fund të vitit 2024, sepse ju mund të shihni edhe të këto bookmarks, e keni QR kodin që ju çon të grafikat që do i prezantojmë sot. Deri në vitin 2024, nga viti 2017, janë të evidentuar edhe 2600 punime të tjera në Universitetin e Prishtinës. Pra, nga 1988 deri në 2017, për 29 vite 1300 punime, ti rrumbullaksojmë, edhe pse s'rrumbullaksohen, ndërsa në 7 vitet e fundit 2600 të tjera. Pra 66% e punimeve shkencore në Universitetin e Prishtinës, prej kur është themelu ky institucion, datojnë në 7 vitet e fundit. E thash, ky është sukses i jashtëzakonshëm i institucionit, i partnerve, i shoqënisë kosovare në përgjithësi. Prinë FSHM-ja, ku për 101 staf akademik evidentohen 1085 punime, pra 10.7 punime, na e kemi quajtur kaluar për kokë profesorit, nëse këto hynë në përpjesësim. Fakulteti i Bujqësisë, mandej është i dyti, deri tek Fakulteti i Arkitekturës që ka një përqindje më të ulët të publikimeve shkencore. Për vitin 2024, 74% e stafit akademik në Universitetin e Prishtinës justifikojnë titullin akademik që ata mbajnë. Domethënë kjo është një arritje jashtëzakonshme, është një progres që po vrehet shumë lehtë. Asnjëherë, asnjë dyshim, masa më e madhe e profesorëve, mos me thonë që të gjithë me ndonjë përjashtim më të vogël, nuk e kam po as agjencionin e akreditimit, po as shoqërinë civile si kundërshtar. Jemi të njëjtën anë të medaljes të provu me u përmirësu secilën herë. Statistikat që i raportoni këtu tregojnë për një sukses të përbashkët. Kjo është shumë e rëndësi me theksu. U folët për integritetin, rritjen pozitive edhe justifikimin e titujve edhe në krahasim me universitetet e tjera ku UP-ja qëndron më mirë. Është e kuptueshme me krejt parametrat se UP-ja shumë aspekte qëndron më mirë, besoj jo vetëm krahasim me universitetet tjera publike, po edhe me gjitha universitetet tjera në hapësira gjeografike ku jetojnë shqiptarët, edhe jemi universiteti i rënguar në për listat indekse ndërkombëtare më së miri. Kur i shohëm Universitetin e Prishtinës e bona një krahasim 2018-2024, domethënë kur sot janë 74% i arsyetojnë titujt akademik, më parë ka qenë 55, më parë ka qenë 41, domoni bjen një rritje 55% që e kalkulova këtu. Domthon 2018-2024 për 6 vite mu rrit 55% arsyetimi i titujve akademik, besoj që është një arritje e madhe edhe kjo si agjencia akreditimit neve na gëzon shumë. Qëllimi jon është i përbashkët ngritja e cilësisë, edhe kjo po tregohet edhe me statistika.